Nëse po kërkoni një ëmbëlsirë të thjeshtë, por shumë të shijshme, është ëmbëlsira me mollë. E jani dhe e përgatisim së bashku. Produktet që na nevojiten për përgatitjen e ëmbëlsirës janë 2 ves, 1 gotë qumsht, 1 gotë vaj, 1 gotë sheqer, 1 pluhur për pjekje, 1 sheqer vanilje, 2 gota miell. Ndërsa për shtresën me mollë na nevojiten 3-4 mollë mesatare, pak sheqer pluhur dhe pak kanellë. Së pari përgatisim mollat, i ndajmë në pjesë të emta, më pas i fërgojmë në një tigan, ja vendosim sheqerin dhe kanellën. Nuk duhet që tiganit i vendosim vaj. Më pas vazhdojmë me përgatitjen e brumit, i vendosim 2 ves, sheqerin e vaniljes i përzihe mirë, më pas ja vendosim vajin, qumshtin, miellin dhe pluhurin për pjekje. Pasi që masa të jetë gati, e marrim një tepsi mesatare, e lyejmë me vaj në të gjitha anët dhe vendosim gjysmën e brumit, e fusim në furrë e cila ka qenë e parangrohur dhe e pjekim për 10 deri në 15 minuta, gjithmonë duke e kontrolluar derisa ta formojë një shtresë mbi. Kur ëmbëlsira të duket kështu sikurse në video, ja vendosim mollat mbi dhe i shpërndajmë në të gjitha anët, më pas ja vendosim edhe gjysmën e mbetur të brumit. E pjekim edhe 15 minuta të tjerë, më pas i vendosim sheqer pluhur mbi. Ju bëft mirë nëse e provoni.